Gjatë kësaj jave, pritet ulje e temperaturave nën 0 gradë. Bashkia ka marrë të gjitha masat që në institucionet arsimore si shkollat, kopshtet e qerdhet, sistemi ngrohjes të jetë funksional. Qerdhet dhe kopshtet ngrohen me kondicioner, në 15 shkolla ngrohja bëhet me kaldaja dhe në shkollat e tjera ngrohen me ngrohës me energji elektrike dhe druzjarri. Ndërkohë është bërë furnizimi me lëndët përkatëse për funksionimin normal, por hasin probleme me energjinë elektrike, thot Muharrem Sharka, përgjegjës i sektorit të arsimit në bashki. Tashmë jemi në periudhën e dimrit, normalisht nga parashikimi i kohës, ditët që vinë ulja e temperaturave patjetër që do krijojë problematika. Janë marrë masat në përgjithësi për ngrohjen e institucioneve arsimore. Qerdhet dhe kopshtet e qytetit funksionojnë me kondicioner. Janë 15 shkolla të cilat janë me kaldaj, janë bërë furnizimet me lëndën përkatëse për funksionimin normal të tyre. Kemi edhe shkolla të cilat funksionojnë me druzjarri, normalisht edhe një pjesë e shkollave që janë me energji elektrike. Normalisht tu hasin probleme se për shkak të ngarkesës patjetër që her pas here ka anomali që në funksionimin normal të ngrohjes të procesit. Megjithatë ne jemi këtu për të shërbyer dhe për të gjendur në çdo kohë, për të zgjidhur gjitha problematikat që do na paraqiten gjatë kësaj kohe. Përsa i përket problematikave të rëndësishme brenda objekteve, nuk kemi patur, vetëm tek shkolla Karbunar e vogël për shkak të përrojit që kalon para shkollës, u shpreh Sharka. Aktualisht nuk kemi patur problematika brenda objekteve, mund të ketë patur problematika në shkollën Karbunar e vogël për arsye të lunjës, të përrojit që kalon përpara shkollës, por ajo ezarua, kaloi. Në përgjithësi nuk kemi patur problematika. Kemi disa raportime për pikime ose për një defekt ose rrjedhje brenda objektit, cilat do t'i riparojmë njëherë sapo të hapi kohë.